Kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Vlorës Briseida Çakëri ka zhvilluar një takim me banorët e rajonit numër 3. Çakëri ka trokitur derë më derë për të qenë pranë qytetarëve, për të dëgjuar hallet, shqetësimet e tyre, por edhe për t'i prezantuar programin e Partisë Socialiste. Në anë tjetër, kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në listën e hapur, Briseida Çakëri, u ka kërkuar votën qytetarëve, jo vetëm për Partinë Socialiste, por edhe për emrin e saj, në fletën e votimit më 11 maj, për të qenë kështu një përfaqësuese denj e qytetarëve të Vlorës, por jo vetëm, e të gjithë qarkut të Vlorës në kuvendin e Shqipërisë. Çakëri thotë se kjo ishte një pasdite plot biseda të sinqerta me njerëz të thjeshtë, të cilët ndan shqetësimet, idetë dhe shpresat e tyre. Kur je pranë njerëzve, kupton më mirë çfarë duhet ndryshuar, thotë kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Vlorës. Sipas kandidates Briseida Çakëri, ajo dëgjoi, foli, por edhe u angazhua me qytetarët për të bërë më të mirën, por i ftoi ata që në 11 maj të votojnë Partinë Socialiste për të vijuar punët e mira për qytetin e Vlorës dhe të gjithë qarkun, por edhe për një mirëqenie më të mirë dhe një ekonomi gjithashtu më të mirë me paga e pensione më të larta.